Eliona përfshihet në një debat shumë të ashpër me Labinotin, ku tensioni rritet nga sekonda në sekondë dhe situata del jashtë kontrollit. Ajo i drejtohet atij me tone të larta, duke i kërkuar prerë të mos i flasë më dhe të mos i afrohet, pasi sipas saj ai nuk meriton asnjë lloj respekti. Eliona shprehet e revoltuar dhe e lodhur nga sjellja e tij, duke theksuar se çdo fjalë që del nga goja e Labinotit është negative dhe pa vlerë. Në mes të debatit, Eliona shpërthen me ofendime të forta, duke thënë se Labinoti është njeri pa karakter dhe se nuk ka asgjë të mirë tek ai, as në sjellje dhe as në mënyrën se si sillet me të tjerët në shtëpi. Ajo e akuzon se vetëm provokon, ofendon dhe përpiqet të ulë të tjerët për të dukur vetë më i fortë, ndërkohë që sipas saj ai nuk ka asnjë argument dhe asnjë vlerë reale. Zëri i Elionës bëhet gjithnjë më i fortë. Fytyra i skuqet nga nervozizmi dhe ajo e bën të qartë se nuk do ta tolerojë më këtë lloj sjelljeje. Ajo i thot Labinotit se prania e tij është toksike dhe se ai vetëm sjell energji negative në shtëpi. Debati zhvillohet para banorëve të tjerë, të cilët mbeten të habitur nga ashpërsia e fjalëve dhe niveli i konfliktit. Disa prej tyre përpiqen të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, ndërsa të tjerë thjesht vëzhgojnë në heshtje, duke kuptuar se përplasja mes Elionës dhe Labinotit ka arritur një pikë shumë të nxehtë. Eliona, e vendosur dhe e acaruar, mbyll debatin duke i kthyer shpinën Labinotit, duke treguar qartë se për të ai nuk ekziston më dhe se nuk dëshiron asnjë lloj komunikimi me të.